Drejtarët po ndrohen, por punët nuk po shtohen. Çështja e mbeturinave, siç duket në Prishtinë, nuk do të zgjidhet një herë e mirë. Derisa drejtori i shërbimeve publike Leo Tremret Koceri po promovon punën e tij duke dezinfektuar kontenierët dhe zonat përreth tyre, kryeqyteti po vlon nga bërllogu. Në vijim do t'ju sjellim disa pamje nga lagjet të ndryshme të Prishtinës. Një qytetar nga Kodra e Trimave i ka thënë Insajderit se problemin me mbeturinat e kanë prej afro 2 vitesh. Me u këto ankesat popullit dhe dalin vetë të këqyrën ta më zbesofshin. Ashtë qashtu që shpëthum na. Dhe në 2 o 3 o në rrinë bërlogu qëtu. Pe qkepin qatë po dalin për mledhum, e që eshëm këtira kesa hapet për shkujnë. Se qatë jenë këtu shumë ko qanë që rrinë e silën në rrugë. Kështu të paguni rregullisht bërlogun? Pagesa është këtë, të kalëzojnë që e cila. Unë i kom 3 pagesa, i kom 3 djemi i kom qëtu. 3 të pagujnë. Një është maj rrallë vjen, nuk ka bërlog rregullisht. Në Gjermani i kom 2, një kom këtu. Ai që është këtu, edhe një unë i Gjermanisë, rregullisht në i qeshëm këtu, po s'po vinë me marë. Që sa i keni këtë të lashe? Që sa ko? Po i valla, i ka që më të 2 jetë. Më të është qështu, po thëmë që tash ja ka të përru me që ta qështu, që abisheni që është atë. A ju kanë dhona arsye tim pëse s'po vinë me marë? Po veç të së punë e jona, jenë tjerë që i kanë, që ta na pjo thëmë që tyne që po i vinë me marë, kur po vinë me marë. Çka kështë pas me i thonë këto momente kryetarit përparim Rama? Po ti na i valla e fort mirë se ka folë shpesh edhe këtu. Unë veç që kësha bori gjë atina, është kryetari komunës Prishtinës, jo më në alon kështu bërllogu në rrugë, sa ka që më marë erë, edhe kështu, ku e ka lablaksh me pastërti e të lodhën e tëna pejkim që s'ka pastërti. Të tërsa s'di që më thonë ma shumë, që tu në ka orë. Për këtë çështje ka folur edhe sekretari i Qendrës së Lëvizjes Vetëvendosje, Egzon Azemi. Edhe pse po kalojnë 6 vjetë pothuajse të mandatit përparim Ramës, i cili ka ardhur me premtime megalomane që do ta transformojë kryeqytetin e do të ketë projekte shumë të mëdha, fatkeqësisht përveç që nuk i realizoi asnjë nga ato, Prishtina s'ka qenë kurrë më keq në aspektin e pastërtisë se sa tash. Ju e shihni që çdo cep i Prishtinës është i mbushur me mbeturina. Për dikur rreth 2 vjet e akuzuam PDK-ja, LDK-ja njëra tjetrën se është përgjithësi e Orhan Ismailit, se është e përparim Ramës, sot qeverisim bashkë përsëri, por përsëri Prishtina është një kaos sa e përket papastërtisë. Ja dhe këtu ku po flasim që është një qerdhe për fëmijë pas nesh në qendër të Prishtinës, mjafton vetëm me kthy kryt njërin në anë dhe ki pamje të tmerrshme që nuk i kanë hije një kryeqyteti, aq më pak në hapësira të tilla, pra po them në qendër të qytetit. Para mendoni se si duken lagjet në periferike që definitivisht me javë të tara ka domethënë raste që deri në 4 javë nuk shkojnë me i mbledh mbeturinat në lagjet periferike. A mendoni që mundet me u bë një zgjidhje konkrete për këtë çështje? Normalisht që po, ne po shohim se si komuna dhe ma të vegjla po krijojnë kompani të reja, publike dhe po arrin shumë me sukses të menaxhojnë këto sfida. Mirë po, komuna e Prishtinës me tënë këtë bugjet që e ka, me mbi 100 milion euro bugjet për çdo vit bugjetor, të përfundoj kështu kaq keq, është sinqerisht e papërshkrueshme. Me qëllim e kanë dëmtu ndërmarrjen pastrimi për shkak të pazareve ndryshme që i kanë bërë atu, siç po i shkatrojnë çdo ditë me shumë ndërmarrje tjera, kanë futur kompani private të pastrimit, vetëm sa për të gjeneru të hyra sigurisht përmes tenderëve mirë, po prap gjendja në Prishtinë mbetet kaotike sa e përket kësaj çështje. Çka keni me bë ju si grup i vetëvendosjes në kuvendin komunal rreth kësaj çështje? Vazhdimisht antarët tonë të lëvizjes vetëvendosje brenda kuvendit komunal edhe i kemi ofruar mbështetje, kemi votuar edhe pika cilat ja kemi rrit buxhetin ndërmarrjeve të caktuara vetëm që ato mos të falimentojnë, pra jemi treguar jashtëzakonisht konstruktiv në mënyrë që mos bllokojmë në këto çështje. Mirë, po e shohim që është një qasje jo serioze, përparim Rama është më interesuar me gjasë të mirët me çështjet nivelit qendror, se sa të mirët me problemet reale të qytetarëve.